Një tjetër rrjet mashtrimi financiar është goditur në Tiranë, ku përmes një call centeri 10 persona dyshohet se kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash, duke mashtruar qytetarë të vendeve të ndryshme të Europës. Operacioni zhvillua nga Drejtoria për Ritimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare në bashkëpunim me strukturat e Policisë së Shtetit dhe Forcat Speciale Shqiponia. Në qendër të aktivitetit ishte një call center i licencuar në Dukje për marketing dhe konsulencë, por që sipas hetimeve përdorej për të bindur qytetarë të huaj të investitonin në bursa fiktive me pretendimin përfitime të larta në tregjet online. Gjatë kontrollit në ambientet e qendrës, policia sekuestroi 106.710 euro dhe 700.000 lekë të rinj, të gjitha pa dokumentacion që justifikojnë burimin e tyre. Në të njëjtën godinë u gjetën dokumente të brendshme që përcaktojnë objektivat mujore dhe bonuset e operatorëve, ku vetëm për muajin tetor, qarkullimi i synuar arrinte në 1.5 milion euro. Në përfundim të operacionit u vu në pranga administratori call centerit Kesi Përgjegjësi dhe Marius Hysa, në banesën e të cilit u sekuestruan 41.500 euro dhe 700.000 lekë, gjithashtu pa burim të lishëm, ndërkohë 38 persona të tjerë të punësuar si operator telefonik janë proceduar penalisht për përfshirje në këtë skemë mashtruese. Sipas policisë, ndaj tyre rëndojnë disa akuza të rënda, përfshirë mashtrim me pasoja të rënda, punësim të palishëm, fshehje të ardhurave, mospagim taksash dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Hetimet po vijojnë në bashkëpunim me autoritetet vendore të prekura për të zbuluar rrjetin e plotë të mashtrimit financiar që vepronte nga Shqipëria drejt tregjeve europiane.